është bërë sheshit manipulimi me komisionerë që votojnë 3 apo 4 herë, me personat të cilët të fusin duart në kuti, apo edhe implikimin e bandave kriminale. Kam Blendi Himçin, deputet i zgjedhur i Partisë Demokratike Qarku Elbasan. Himçit, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se t'jeta. Atëherë Himçi, kanë një rinumërim, mund t'i themi, i Qarkut Elbasan, po dalin çdo ditë prova se si është manipuluar vota e qytetarëve shqiptar. Fillimisht do ta nis, a është ky realisht vullneti i qytetarëve shqiptar në kutitë e votimit që janë gjetur pas votimeve, mund të themi, se zgjedhja s'ka patur me 11 maj? Blet, përpara të saksoj diçka, nuk jemi në kushtet e rinumërimit, por jemi në kushtet e hapjes kutive të materialeve zgjedhore dhe rivlerësimit të fletëve të votimit. Sepse në aspektin procedural është një çështje që rinumërimi përket më tepër kërkesës kandidatëve, ndërsa si subjekt Partia Demokratike ka kërkuar pavlefshmërinë e zgjedhjeve dhe mbi bazën e kësaj kërkese ne kemi kërkuar hapjen e kutive të materialeve zgjedhore fillimisht dhe rivlerësimin e kutive të fletëve të votimit. Çfarë gjetët kuti? Faktikisht kërkesa jonë ka qenë për 2 bashkitë, pra për KZZ 45 dhe 52 të bashkisë Peqin dhe Gramsh, pasi nga pamjet filmike pikërisht kanë qenë këto pamje filmike të cilat na kanë shfaqur problematika serioze në shkelje të hapur të kodit zgjedhor, ashtu siç e përmendët dhe juve, forma nga më të ndryshme abuzive, ku vetëm proces votimi nuk ka qenë dhe proces zgjedhjes nuk ka qenë data 11 maj, por ka qenë një formë abuzive, do të thoja, nga ana e pushtetit, duke përdorur çdo lloj instrumenti, qoftë administratën publike, qoftë policinë e shtetit dhe çdo kënd nga organizatat kriminale për të deformuar procesin, për të deformuar votën e qytetarëve. Pa diskutim që neve do t'i shkojmë deri në fund kësaj situate për të demaskuar këtë farë zgjedhore që ka ndodhur me 11 maj. Sigurisht në përkutitë e votimit keni gjetur edhe fletë pavula. A është kjo një indicie që mund të çojë në ose është kjo fletë votimi Chelsea për ta shoqëruar në treni bullgar, pasi s'mund të themi më treni bullgar, është treni shqiptar që ka bërë namin. Fiks. Pa diskutim, në ditën e martë ne kemi bërë pikërisht çeljen e kutive të materialeve zgjedhore, por edhe të kutive të fletëve të votimit dhe kemi konstatuar fletë votimit të cilët janë quajtur të vlefshme nga numëruesit, të cilët kanë qenë pa vula ose me një vulë dhe që kanë qenë në favor të Partisë Socialiste. Një fletë pa vulë është pikërisht nisja e procesit të trenit bullgar, çka do të thotë që ajo fletë me vulë ka kaluar në xhepin e parë të votuesit dhe është nxjerrë jashtë dhe është hedhur një fletë pa vulë. Që ta shpjegojmë për ata që na ndjekin, Himçi. Treni bullgar është kur një fletë e huaj, mund të themi. Po. Një fletë e huaj ose një fletë e qendrës votimit del jashtë. Pikërisht. Dhe shkon te shtabi i Partisë Socialiste që mund të jetë afër qendrës votimit. Tashmë unë po aludoj pasi nuk kam qenë aty, sigurisht pritet por po shpjegojmë trenin bullgar. Sigurisht. Kjo fletë shkon te shtabi i Partisë Socialiste që mund ta ketë ngritur pranë qendrës votimit. Personi shkon aty, merr fletën e votimit që është vulosur në shtab, e palosur, dhe futet brenda qendrës votimit dhe e sigluar për subjektin politik. Për subjektin politik. Po, edhe e votuar, mund të themi. E votuar. Dhe futet në ambientet e qendrës të votimit. Po. Aty merr një tjetër fletë, vuloset nga komisionerët aty, dhe fletën që mori nga shtabi. Në dhomën e fshet, ai palos fletën e vet, e fut në xhep, e nxjerr përsëri jashtë dhe fletën që i ka dhënë e palos dhe e rikthen në shtab. Po, kurse fleta që u ka dhënë hidhet në kutinë e votimit, fleta që është dhënë nga jashtë. Po, dhe në momentin që kthen fletën që mori aty, merr edhe shpërblimin. Pikërisht, në këtë rast kemi ka marrë edhe shpërblimin për sa i përket pjesës së votimit. Ka dhe një rast specifik, të cilët doktor Berisha e ka denoncuar. Është shumë interesant, po ta vini re, që edhe këtu jemi në kuadër të mirëfill të shitblerjes votës, po të verësh re pamjet filmike. Komisioneri i PD-s i ofron fletën e votimit, ai nuk pranon ta tërheqë fletën e votimit, do të merr komanda vetëm nga pjesa e komisionerëve të PS-s, bën të gjithë procedurën e duhur, pra jep kartën e identitetit, vendos gishin te pajisja P dhe në fund fare
merr fletën e votimit, e vendos sipër kutisë, nuk shkon fare në dhomën e fshehtë të votimit dhe fletën e votimit me të vulosura me 2 vula ja jep kryetarit të komisionit që është i partisë, përfaqësuesi i Partisë Socialiste. Dhe e le aty dhe shkon dhe largohet pa votuar. Domethënë një njeri që vjen për të votu dhe që lë fletën e votimit aty do të thotë që ky njeri pa diskutim ka marrë diçka në këmbim që mban këtë lloj sjellje. Pa diskutim. Domethënë kjo është formë mirëfillt e një vote të manipuluar ku votuesi nuk shpreh vullnetin e tij, por ja dorëzon fletën e votimit të pa sigluar kryetarit të komisionit. Cilat janë disa nga çudirat më të mëdha që keni zbuluar gjatë vëzhgimit të kamerave? Ka ngel formë abuzive pa u përdorur në kutitë e votimit. Ju i përmendët disa, por kemi edhe raste tjera, të cilët neve kemi bërë edhe publike, ku një individ për shembull tërheq 2 fletë një herazi, shkon voton në dhomën e fshehtë të votimit, e kapin kamerat kur i hedh 2 fletë të votimit veç e veç, pas 5 minutash kthehet dhe voton për herë të dytë. Dhe e hedh përsëri fletën e votimit në kuti. Pra 2 raste ku një person hedh 3 fletë votimi. Domethënë kjo është një nga rastet skandaloze, do të thoja, për sa i përket një situatë. Mund të kemi pjesën e trenit bullgar, ku shikohet që një fëmijë i mitur përdor vulat ende pa nisur te bar kafeja. Apo rasti edhe i Pekishit ku fletë e votimit u gjendën pikërisht në tavolinën e kryeplakut të fshatit me para me euro. Kemi rastin të nxjerrjes fletës votimit nga kutia jo një herë, po 4 raste njëra pas tjetrës ku identifikon votën se çka votuar votuesi më parshëm, për të parë dhe për të lexuar votën, dhe përsëri hidhet në kuti. Rastet janë nga më të ndryshme. Votimi familjar është kthyer në institucion, është kthyer në gjën më të zakonshme në gjithë zonat rurale, ku të gjithë shkojnë dhe votojnë, ku në mënyrë specifike kodi zgjedhore përcakton rastet kur mund të shoqërohet, nuk shet dhe duhet mbajtur shënim protokoll. Ktu është masive dhe në pjesën më të madhe janë komisionerët që i shoqërojnë, votojnë për to dhe votuesi qëndron me duart pa lëvizur asgjë, sepse shikohen nga pamjet filmike që s'ka asnjë lëvizje, por ka vetëm lëvizje të komisionerit, dhe më pas i palos dhe fletën dhe shkon ai ja hedh në fletën në kutinë e votimit. Kemi edhe disa video Himçi, të cilat janë video të reja, është video e parë që duhet që ta transmetojmë edhe për publikun, siç mund të shohim pra edhe nga video walli. Shikojeni komisionerin, veshur me gri me kapele, shoqëron pikërisht votuesi. I dikton dhe votën, siç e shikoni. Shkon dhe komisioneri tjetër, voton ai për të, shikoni ai qëndron mbrapa, s'kryen asnjë veprim dhe voton komisioneri tjetër. Ky është një nga rastet. Ky është një nga rastet, po këtu për shembull ka ndodhur, kjo ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme. Kjo në mos gaboj është në fshatin Bicaj. Përsëri të Bashkisë Peqin, dhe siç e shikoni, e palos për fletën e votimit komisioneri. Qendra votimit 26-14. Shikojeni, afrohet një votuese tjetër, shikojeni se është e bukur. Domethënë ja jep edhe atij fletën e votimit, po komisionerit voton edhe për tjetrën. Voton partia, se partia ditë votoj. Domethënë ne nuk kemi zgjedhje, po kemi votime. Thjesht kemi votime. Kjo pra është një nga moment procedura dhe kjo është një nga moment flagrante dhe është mënyrë të përsëritur. Pra nuk kemi vetëm një rast konkret pikërisht në të qendër votimi, po kemi disa raste flagrante që kemi edhe një tjetër video, është një zonjë e cila voton disa herë. Fusim edhe materialin tjetër? Ja, po ta shikoni zonjën e veshur me bluzë të zezë dhe me lule, shoqëron nënën. Ka rolin e mirëfillt një patronazhistje, e merr për dorë, e fut në dhomën e fshehtë të votimit. Që supozohet jetë fshehtë. Po. Nëna nuk bën asnjë lëvizje, voton, ja siç e shikon nëna është në këmbë, voton ajo për nënën. Po sheh nga komisioni madje. Po. Siç e shikoni. Dhe këtë e bën në 4 raste plus veten e vet i bie 5. 5 raste që voton në mënyrë të përsëritur zonja.
Në 5 raste me të moshuar e ka bërë? Me njerëz të ndryshëm. Ja, edhe kësaj vajzës vazhdon dhe komunikon dhe me vajzën po ta veshër. I dikton. Edhe vajzës, ja, si që shikoni, komunikon dhe me vajzën, përsëri për diktimin e votës. Ja, shoqëron nënën. Shkon dhe ke vajza për t'ja parë edhe votën asaj. Dhe sigurisht, edhe në kutinë e votimit e hedh... Për nënën e hedh zonja. Vazhdon, kthehet përsëri, po ta veni re, merr atë thot, vazhdon dhe merr orientimin për të shoqëruar nënën tjetër, zotëri që do vinë pas. Çfarë roli ka kjo qytetare është apo patronazhiste, kuptimin e mirëfillt. Janë video që u shfaqen për herë të parë për publikun, të konstatuara. Ja, do ta shikoni. Po mundohet me idenë, afrohet për të pretenduar për të votuar për vete, ja, shikojni, shoqëron nënën. S'ka asnjë lidhje, nëna është e zonja e vetes, s'ka asnjë shënim protokoll, shkon dhe voton dhe nënën. Nëna qëndron këmbë. Vjen voton ajo për nënën. Siç e shikoni, moshuar qëndron këmbë. Thjesht është ofruar ke qendra votimi dhe është futur brenda procedura dhe gjithçka i kanë bërë. Po, të gjitha dikton, pra nuk kemi shprehje në kuptimin edhe kushtetues, do të thoja, mirëfillt të votës individuale, votës fshet, lirisë së votës. Këtu ka humbur çdo lloj nocioni kushtetues. Ja dha dhe fletën tani, thotë shko hidhe ti atje. Ndryshe nga e para? Ndryshe nga e para. Dhe nëna hedh fletën në kutinë e votimit, sur ka shprehur vetë vullnetin. Pra, kthehemi, dhe këtë gjë e përsërit 5 herë. Po. E përsërit 5 herë me votat të cilat janë hedhur në... Mund ta shikoni, pastaj edhe... Nëse nuk ka bëjë është qendra votimit 2279 fshati Bicaj është kjo. Fshati Bicaj. Ndërsa me komisionerin është fshati Bulçar. Fshati Bulçar, dhe kjo mos gaboj është në Gramsh, fshati Bulçar. Është në Gramsh. Tani që me gjitha këto kontestime... Pra ka ndodhur në Gramsh rasti i mëparshëm që diskutuam, është njësia administrative Kodovjat në Gramsh. Pra janë konstatuar shumë shkelje. Kjo është masive. Do më thënë, nëse, do më thënë, KQZ-s spari, po edhe kasit, nëse i ka mbetur një princip juridik në vetë, më duhet kërkojnë në mënyrë unanime pavlefshmërinë, jo të një kutie, pavlefshmërinë e zgjedhjeve për qarkun e Elbasanit. A guxon? Është një situatë, tani, më falë, tani, ne po flasim për një komision të pavarur dhe çështje ligjshmërie duke u bazuar edhe në KQZ, duke u bazuar edhe në kodin zgjedhor. Kodi zgjedhor i thot në rastet në mënyrë eksplicite rastet e pavlefshmërisë. Dhe këtu jemi në kuptimin e mirëfillt, neve nuk kemi organ hetimor. Ne po bëjmë denoncim konstatime për sa i përket pavlefshmërisë këtyre raste. Mjafton një rast dhe kjo hedh në erë të gjithë... Ishte rasti i Zvicrës që nuk u njohën zgjedhjet në një qytet zviceran për Këshillin Bashkiak për 280 vota. Nëse nuk gaboj dhe u quajtën zgjedhjet e pavlefshme ripërsëritën. Me të gjitha këto skandale që po ndodhin në Shqipëri, me të gjitha këto skandale të cilat po dokumentohen nga Partia Demokratike, po certifikohen zgjedhjet këtu. Bledi, pretendon dhe diçka. Ju referuat një shteti me demokraci të konsoliduar. Domethënë 300 vjeçare, patjetër. Dhe pyetja ime që shtrohet, a ekziston ndonjë shtet evropian, siç po aspiron Shqipëria sot, ka pasur në një rast në demokracitë e këtyre vendeve, që në mandatin e 4 një kryeministër të rrisi 10 mandate më shumë nga çka marr, duke menduar edhe pjesën e konsumit politik që ka patur e gjithçka tjetër. Domethënë një qeveri që ka pasur skandal pas skandali deri në nivel zëvendës kryeministri që është në kërkim, ministra që janë burg, deputet që janë burg, dhe kur vjen historia, populli e voto ka këtë akoma më shumë dhe jep ka 10 mandate më shumë besim, sepse Edi Rama që ka në rrugën e duhur. Kjo është një situatë sinqerisht sa komike aq edhe tragjike për Shqipërinë. Ndaj them që Kasi duhet ta vlerësoj me rigorozitet dhe me seriozitet, sepse edhe në kutitë e hapura
Blet, ne kemi konstatuar gati në 30% të këtyre kutive mos rakordim të fletëve të votimit. Çka do të thotë? Në kutitë e votimit mungojnë 2-3 fletë votimi. Mjafton të cilët çfarë kanë parë? Këto 2 fletë votimi o 3 janë në kuptimin e mirëfillt të trenit bullgar. Pra fletët e fundit nuk kanë hyrë më në kuti. Pra kanë dalë fletët dhe nuk kanë rihyrë më në kutinë e votimit. Mjafton një fletë. Dhe posa saj ka një mos rakordim të fletëve të votimit të papërdorura. Ka një mos përputhje midis procesverbalit 08 që quhet që jepen dhënat se sa fletë votimi kanë mbetur, sa kanë ardhur nga KQZ-ja dhe sa kanë mbetur të papërdorura dhe asaj që janë gjetur në kutinë e votimit. Ka raste që në Gramsh nuk gjenden fare kutitë e votimit. Është skandal, nuk ka fare fletët e papërdorura, jo kutitë e votimit, po fletët e papërdorura. Domethënë, janë hequr tufa e madhe e fletëve të papërdorura dhe nuk e dim ku ka shkuar. E qartë, Himçi, e pasi jemi thuajse në fund edhe një pyetje të fundit. Çfarë pristi nga gjithë kjo iniciativë që ka marrë Partia Demokratike për demaskimin e kësaj farse zgjedhore? Sigurisht që ne jemi duke ndjekur etapat të gjithë ligjor, procedural, presim seancën e radhës Kasit për qarkun e Elbasanit, por edhe për gjithë pjesën e qarqeve. Jemi ende pa përfunduar procesi administrativ dhe pjesa e administrimit të provave, kemi akoma shumë punë për të bërë dhe për dalë në konkluzionin e pavlefshmërisë në të gjitha qarqet e vendit. Sigurisht. Pasi ka mbaruar, pa filluar zgjedhjet, këto zgjedhje janë vrarë nga Edi Rama. E qartë. Himçi, falenderoj që ishe me mua në bisedë. Falenderoj Blet. Mirë, Shuri Televizion ka minuar të ndryshme për përcjellje informacionet. Një tjetër çështje është edhe Strasburgu, pasi opozita ka ngritur shqetësimin për sa i përket